territori shqiptar për datën 1 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mod të vrenjtur dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat malore priten rreshje dëbore. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura dhe rreshje shiu në zonat qendrore dhe bregdetare, ndërsa pasditja sjell rreshje më të shpeshta në jug dhe juglindje si dhe dëbor në zonat malore verilindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të shpeshta. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 1 shkurt 2026 pritet të jetë I ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:45 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:03 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 6 deri në 10 gradë Celsius. Kukës 1 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi 0 deri në 5 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 10 gradë Celsius. Berat 7 deri në 11 gradë Celsius. Korç -1 deri në 3 gradë Celsius. Vlorë 8 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 15 gradë Celsius.